Problemi që sot të gjithë jemi në dieni ka të bëjë me rritjen e tarifës së pastrimit që është vendosur për vitin 2024 për shkak se tarifat që mbante në tarifën e pastrimit jo të gjithë koston e paguanin bizneset dhe familjet, por një pjesë e saj mbahej edhe nga bashkia. Me rritjet e pagave minimale dhe me ndryshimet e çmimeve, rritja e shpenzimeve të bashkisë është shumë e lartë. Ndaj dhe nuk mundet të mbajmë këtë kosto. Këtë kosto ne menduam që ta kalojmë tek bizneset dhe të mos prekim familjarët që preken janë vetëm qyteti i Pogradecit, nga 3200 ju shkon në 4000 tarifa e pastrimit, dhe dua të theksoj që këtu nuk preken familjet në nevojë, ndihma ekonomike, nuk preken pensionistët. Bile bashkia jon ka prej 2 vitesh që gratë kryefamiljare dhe pensionistët që janë të vetmuar pa bashkëshortin ose bashkëshorten paguajnë 0 tarifa në Bashkinë Pogradec. Këta nuk do të preken nga ky ndryshim. Gjithashtu kemi dhe lehtësime tek bizneset. Bizneset që hapen nga gra paguajnë në vitin e parë të tyre 25% më pak të tarifave. Të rinjt deri në moshën 25 vjeç që hapin për herë të parë biznesin paguajnë tarifa deri në 25%. Por kemi menduar që këtë kosto për shkak të fluksit të madh të 3 viteve të fundit që po ndodh në Bashkinë Pogradec gjatë sezonit veror, ta mbajnë bizneset që ndotin vërtet më tepër dhe që përfitojnë nga kjo dyndje e turistëve gjatë sezonit. Dhe janë bar, restorant, hotelet, të cilat u mendua të ngrihej tarifa e tyre 100%, por për shkak gjatë konsultimit në komisionet ekonomike u gjet një mënyrë tjetër për të lehtësuar ata në 50% dhe 50% të kësaj bare do ta mbajnë bizneset mbi 50 milion xhiro. Tarifë tjetër që do të ndryshojë është tarifa tek parukerit berberët që shkon në 40% të rritjes, gjithashtu serviset e makinave dhe gjithë pjesa tjetër do të mbajë një bar. Uji do të kalojë në digjesa publike, pastaj do të vendoset. Është ndërprer. Këto janë rritjet që mendohem për këtë vit.